Nëse Amerika fut ushtrin këmbësorike në Iran, lufta kalon nga një fushat goditjesh ajrore në një pushtim toksor me rrezik historik. Kjo do të ishte një tjetër kategori lufte, shumë më e qatë, shumë më e kushtueshme dhe shumë më e vështirë për të mbyllur. Irani ka rreth 1.63 milion kilometra katror sipërfaqe dhe një popullsi rreth 87.3 milion. Është vend i madh, malor dhe i vështirë për të kontrolluar, jo një objektiv që merret shpejt e pastaj administrohet lehtë. Në letër, ushtria amerikane është shumë më e fuqishme. SBA ka ushtrinë më të madhe në NATO, rreth 1.3 milion personel, shpenzimet ushtarake më të larta në aleancë dhe e përsi absolute në aviacion, satelit, inteligjencë, logjistikë globale, armë precize dhe mbështetje detare. Vetëm shpenzimet ushtarake amerikane në 2024 vlerësoheshin rreth 967.7 miliard dollar, afërsisht 10 herë më shumë se vendi i dytë në NATO. Kjo do të thotë se në fazën e parë, SBA ka kapacitet real të thyejë objektiva iraniane nga ajri dhe të hap korridore ushtarake. Por letra dhe terreni nuk janë e njëjta gjë. Irani nuk është i fortë sepse mund ta rivalizojë SBA-n në fuqi ajrore apo teknologji. Ai është i rrezikshëm sepse është ndërtuar për ta bërë luftën toksore të shtrenjtë. Vlerësimi i dias thekson se Irani kombinon kapacitete konvencionale me raketa, dron, forca proxy dhe taktika guerile kundër kundërshtarëve teknologjikisht superior. Reuters po ashtu përshkruan IRGC-n si strukturë qendrore ushtarake me rreth 125.150.000 forca. Kjo do të thotë se SBA mund të fitojë betejën e hyrjes, por shumë më vështirë luftën e mbajtjes së territorit. Amerika është superfuqi e çekiçit, godet fort, shpejt, me koordinim global. Irani është shteti thikave të fshehura, raketa, dron, luftë urbane, male, sabotime, logjistikë shpërndar dhe aftësi për ta kthyer çdo rrugë furnizimi në objektiv. Ky lloj armiku nuk ka nevojë ta mposhtë Amerikën në fushë të hapur. Mjafton t'ia zgjas luftën, t'ia arris humbjet dhe t'ia lodh opinionin publik. Kjo logjik përputhet me vlerësimet e dias dhe me analizat e Reuters mbi rolin e gardës revolucionare në luftën aktuale. Si do të dukej faza e parë e pushtimit? Fillimisht, do të kishte bombardime shumë më të forta, neutralizim të mbrojtjes ajrore, sulme mbi qendrat komanduese, bazat e raketave dhe nyjet logjistike. Më pas do të hynin forca toksore, ndoshta nga më shumë se një drejtim operacional. Në ditët e para, SBA mund të marrë aeroporte, baza, nyje rrugore dhe objekte strategjike. Por problemi i vërtet fillon pas kësaj. Si mbahet territori? Si mbrohen kolonat e furnizimit? Si kontrollohen qytetet? Si ndalen qindra sulme të vogla çdo javë? Pikërisht këtu, luftrat moderne bëhen moçal. Reuters citoi edhe vlerësime opozitare iraniane se pa mbështetje të fortë të brendshme. Edhe një forcë e madhe toksore do ta kishte shumë të vështirë të përmbyste sistemin nga jashtë. Për Amerikën, rreziku më i madh nuk do të ishte hyrja, por zgjatja. CSIS vlerësoi se vetëm 100 orët e para të operacioneve ajrore amerikane kundër Iranit mund të kushtojnë rreth 3.7 miliard dollar. Një pushtim toksor do të ishte shumë fish më i shtrenjtë, më shumë trupa, mbrojtje bazash, logjistik, evakuime mjekësore, municion, rotacion forcash dhe rindërtim. Dhe ndërkohë, Reuters raportonte tashmë se lufta aktuale pa pushtim toksor kishte lënë rreth 140-150 ushtar amerikan të plagosur. Me këmbësorin në terren, kjo shifër mund të ngjitej shumë shpejt. A do të hynte NATO në luftë? Jo automatikisht. Kjo është pika që shpesh keq kuptohet. Nëse SBA pushton Iranin me vendim të vet, kjo nuk e detyron automatikisht NATO-n të hyjë si aleancë. Neni 5 aktivizohet për mbrojtje kolektive kur një antar sulmohet, jo sepse një antar vendos të nis vet një luftë. Kjo u pa edhe javën e kaluar kur, pas incidentit me raketën iraniane në hapësirën ajrore turke, sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha qartë se askush nuk po flet për nenin 5. Pra, NATO mund t'i jap mbështetje politike, mbrojtje ajrore, inteligjencë apo logjistik, por jo domosdoshmërisht të futet si blok në pushtim toksor. Po Turqia.
Turqia është faktor vendimtar, sepse ka ushtrinë e dytë më të madhe në NATO pas SBA-s dhe kufizohet me Iranin. Por edhe këtu duhet dalluar diçka. Të kesh kapacitet ushtarak nuk do të thotë se do të hysh automatikisht në luftë. Reuters raportoi se Turqia ka marrë përforcime patriot nga SBA NATO për mbrojtje ajrore pas kërcënimeve me raketa, gjë që tregon sa serioz është rreziku. Por deri tani logjika e aleancës ka qenë kontrolli i përshkallëzimit, jo hyrja automatike në luftë. Po Izraeli ka shumë gjasa të luante rol shumë të madh në inteligjencë, dron, avion, objektiva strategjik, komand. Reuters ka raportuar tashmë për goditje izraelite ndaj figurave iraniane dhe rrjeteve të lidhura me Iranin në rajon. Por një pushtim toksor izraelic i Iranit është shumë pak realist për shkak të distancës, gjeografisë dhe kostos. Roli më i mundshëm i Izraelit do të ishte si krahu ajror dhe inteligjent i luftës, jo si forca kryesore pushtuese në terren. Çfarë do të bënte Irani nëse trupat amerikane futen brenda? Do të përpiqej ta zgjerojë konfliktin. Jo vetëm në tokën e vet, por edhe në gjithë rajonin. Baza amerikane në gjirin persik, korridore detare, infrastrukturë energjie, rrjete proxy, sulme me drone raketa. Reuters ka raportuar se lufta aktuale tashmë ka tronditur shtetet e gjirit dhe ka rritur frikën se askush në rajon nuk është jashtë rrezës. Kjo do të thotë se një pushtim toksor nuk do të mbetej vetëm luftë brenda Iranit, ai do të kthehej në krizë rajonale të përhapur. Pasojat ekonomike do të ishin globale. Lufta aktuale ka tronditur tashmë energjinë dhe Hormuzin. Reuters raportoi se çmimet e naftës janë rritur fort dhe se konflikti ka bllokuar ose ngadalësuar rënd flukset në ngushticën e Hormuzit. Goldman Sachs madje paralajmëroi se nëse ndërprerjet zgjasin, çmimet mund të kalojnë kulmet historike. Një pushtim toksor amerikan do ta shtynte këtë krizë në një nivel tjetër. Naftë më e shtrenjtë, gaz më i shtrenjtë, inflacion më i lartë dhe presion më i madh mbi Europën dhe Azinë. Në një luftë të shkurtër konvencionale, SBA ka e përsi dërmuese. Në një pushtim dhe okupim të Iranit, loja ndryshon. Atje hyn në fuqi gjeografia, popullsia, rezistenca, nacionalizmi, milicit, lufta urbane dhe lodhja politike. Amerika mund të thyej shumë shpejt objektiva ushtarak iranian, por kjo nuk do të thotë se mund ta kontrollojë lehtë Iranin. Dhe sa më gjatë të zgjas lufta, aq më shumë forca relative e Amerikës shndrohet në barë financiare, politike dhe njerëzore. Nëse Amerika fut ushtrin këmbësorike në Iran, kjo nuk do të ishte thjesht fazë tjetër e luftës. Do të ishte hyrje në një konflikt ku SBA mund të jetë më e forta në qiell, por jo domosdoshmërisht fituese e shpejt në tokë. NATO nuk hyn automatikisht. Turqia bëhet faktor kritik, por jo domosdoshmërisht bashkëluftëtare. Izraeli ka rol të madh ajror e inteligjent, por jo të lehtë toksor. Dhe mbi të gjitha, bota do ta paguante çmimin në naftë, tregti, inflacion dhe destabilizim rajonal.